Rregull tjetër është se Islami nxit në mos futje në borxhe pa nevojë. Borxhi është derë kur s'ki ka jamon tjetër, s'ki derë tjetër. Nuk ke mundësi tjera, atëherë futesh borxh. Por ndryshe, nëse nuk e ke patjetër, nëse nuk e ke për gjëra të domosdoshme ose që janë shumë të nevojshme, atëherë nuk duhet me hy borxh. Kjo është rregulli i përgjithshëm, nuk është e ndaluar, nuk është haram. Mirë, por nuk preferohet me hy borxh. Sepse borxhi i ka pastaj disa pasoja të veta. Dhe pse Allahu i lartësuar e ka nxit besimtarin me dhon borxh, në anën tjetër marrsin e ka dekoraju për me marrë borxh vetëm se në raste specifike, në raste kur ka nevojë, edhe kur s'ka mundësi tjera, kur s'ka zgjidhje tjera, edhe i duhet borxhi patjetër. Një ditë për me tregu se sa e rënd ose nuk është e lehtë futja në borxhe dhe marrja e borxheve, mirë po këtu bën përjashtim ai i cili e merr për nevoja, edhe gjëra të rëndësishme, jo për luks, jo për komoditet, jo për mos zgjeruar biznes e kështu me radhë, sepse këtu nuk janë domosdoshme fundi. Thonë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam një ditë e sollën një xhenoze, mi ia fal xhenozën pejgamberit alayhi salatu wasallam. Edhe zakonisht i dërguari Allahut ka pyet në fillim, kur ka shkuar në Medinë, ka pyet për njerëzit e vdekur para se mi ia fal xhenozën. Ka thonë mos kalon borxh. Nëse ka pas borxh, nuk e ka fal xhenozën. Jo pse ai s'ka qenë musliman. Mirë po ka dashur me përdor si çortim për njerëzit e gjallë që kryeni borxhet më shpejt, por mboshni borxhet më shpejt, lani borxhet më shpejt, mos e pritni vdekjen me vdekje me borxhe. Edhe në një rast e pyet pejgamberi alayhi salatu wasallam për një të vdekur. Thot a ka borxhe? Disa që e njohin thënë dërguar Allah 2 dinari ka borxh. Domthon 2 dinar tarit, sikur 2 lira më thon. Atë pejgamberi alayhi salatu wasallam thot falnia, Allahu t'ju xhenozën. Mirë, në këtë kohë kur ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam gjallë, edhe me humb mundësinë që m'ia fal namazin e xhenozës ai dikujt për muslimane, ka qenë humbje e madhe, sepse namazi pejgamberit alayhi salatu wasallam është namazi më i plot. Edhe i xhenozës edhe çdo namaz tjetër. Pastaj namazi pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe doja e tij është shefat dhe ndërmjetësim për të vdekurin tek Allahu, e me humb gjitha këto mundësi, pse? Sepse ka vdekur me borxhe. Pastaj në këtë rast o ngret njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, në një rast Sa'd ibn Ubade, e thotoi dërguari Allahut, unë e marr përsipër borxhin e tij, veç falja xhenozën. Sepse nuk po don që me i humb këtij sahabiu mundësia e artë që m'ia fal pejgamberi alayhi salatu wassalam xhenozën, pe i thot oj dërguar Allah, falja xhenozën se unë e marr përsipër borxhin e tij. Atëherë ja fali xhenozën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur u zgjeru shteti islam edhe fillon mu mbush thesaret e shtetit me pasuri, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha kush vdes dhe lën borxhe, fillimisht tha unë jam kam përparësi më tepër edhe më i afërt tek muslimanët se sa ata me njëri tjetrin. Kush lën pasuri, vdes dhe lën pasuri, ja vlen trashëgimtarëve. Kush vdes dhe lën borxhe, unë i marr përsipër dhe unë ja loj atë borxhe. Mirë po, kjo ishte në fillim.